صلى الله على الأنبياء والمرسلين وعلى حبيبنا ورسولنا Muhammad وآله وصحبه أجمعين. Falënderojmë Allahun krijuesin e gjithësisë për gjithçka. Paqja dhe bekimi të Allahut Zotit qoftë mbi krejt profetët, vullin e tyre, dashurin e zemrave tona, Muhammed alayhi salatu wassalam, familjen e tij të nderuar, shokët e tij besnik, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi gjithë ata që ndoqën dhe ndjekin udhën e tij të përsosur dhe të bekuar deri në ditën e premtuar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me mësime dhe ndriçime besimit nga ngjarjet e historisë vulës profetëve Muhammed alayhi salatu wassalam. Jemi pikërisht në periudhën që është nga funi i jetës profetit alayhi salatu wassalam këtë botë, periudha e delegacioneve dhe prurjeve nga fiset arabe, nga gjithë drejtimet e gatishmit arabik për të njohur dhe për të pranuar Islamin. Thuhet që profeti alayhi salatu wassalam masi arriti në Medinë pas fitores të Bukut, në muajin Ramazan, ishte pikërisht muaji që erdhi delegacioni nga Thaqifi. Thaqifi dini ishte fizi i Taifit, pra vend malor pranë Mekës, ku profeti alayhi salatu wassalam masi u mbyllën dyert e thirrjes në Mekë, mendoi që të ftojnë Islam banorët e këtij vendi malor pranë Mekës. Dhe siç e dini nga historia, i shoqëruar me Zeid ibn Harith, Zoti qoftë i kënaqur me tij, e pritën më të keqe të mundur që mund të ishte, dhe e përsonën duke gjytë me gura dhe duke ofendu dhe duke urtallur me profetin alayhi salatu wassalam. Ky fis, fisi moll, kuptohet banorët e Taifit pra, diskutuan me njëri tjetrin, u këshilluan me njëri tjetrin dhe e panë që nuk kishin më takat, nuk kishin më mundësi me i shpall luftë profetit alayhi salatu wassalam, masi Islami u hapa dhe në fisin më të nderuar në krejt gatishmit arabik, pra në Mekë, dhe gjithë në nështruan fesë Allahut, vendosën që parën Islamin dhe t'japin besën profetit alayhi salatu wassalam, dhe nisi delegacion nga banorët e Taifit drejt Medinës dhe në prisin Kenan ibn Abdi Jalejl, pra ishte i pari të këtij delegacioni. Me të mërin Medine i takoi El-Mughira ibn Shu'ba, që ishte me origjinë nga njëjti fis. Dhe i priti profeti alayhi salatu wassalam, pra, dhe ky para se shkojnë i dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam, i tha si ta përshëndesi profetin alayhi salatu wassalam, sipas Islamit. Megjithatë, ato kur shkuan aty e përshëndetën fillimisht me përshëndetjen e xhahilis, pra si deshën vetë. Ishin bind deri diku, po akoma si ishte rrënjos pas kishte hyrë Islami siç duhet në zemrat e këtyre njerëzve. Profeti alayhi salatu wassalam i priti me gjithë mirat e mundura, i zbriti për uli në xhamin profetike që të ndëgjojnë Kur'an, shikojnë njerëzit si falen, pra cap nga praktikat e Islamit. Dhe siç thot Ibn Sa'd, profeti alayhi salatu wassalam çdo natë pas namazit të yacis arrinte, pra ngriti edhe çadra, i priti me gjithë mirat, pra. Dhe mas namazit të yacis çdo natë shkonte dhe i këndonte pjesën e Kuranit, i shpjegonte Islamin, aq sa që u raskapiste dhe qëndronte një herë me ikam, një herë me kamën tjetër, sa tu shpëllte e para. Dhe ky grup kishin një të ri djalë të ri me vete, Uthman ibn Abi al-As, Uthman ibn Abi al-As, Zoti qoftë i kënaqur për tij. Ky ishte më i riu i delegacionit të Taifit dhe e lenin që të rrinte ke kafshët e barës, pra
kafshët e transportit, kujdesej për ato. Dhe vetë takoheshin me profetin alayhi salatu wassalam. Ky më të marrë takimi vjedhura si shkon tek profeti alayhi salatu wassalam me kulmin e përgjërimit dhe të bindjes dhe me i jetër për të marrë dituri, për të mësuar Kur'an, shkon tek profeti alayhi salatu wassalam kur domethënë si do thosh bashkëkombësit e vet ose bashkëqytetarët e vet ishin tek çadrat. Nëse nuk e gjente profetin alayhi salatu wassalam të lirë për t'i mësuar nga feja, shkonte ke Abu Bekri dhe ai bonte punën e profetit alayhi salatu wassalam, e vuri i dashur me Allahut këtë etje për dituni dhe i hyni shumë zemër, pra e deshi shumë, pra Uthman ibn Abil Asim, Zoti i qoftë i kënaqur për ti, aq sa një rekord të shkurtër, mësoi parimet kryesore të Islamit, mësoi shumë sure nga Kurani. Kjo është mësim për ne, që edhe memoria, kujtesa, varet shumë nga dashuria ose etja që ke për diçka, sa rëndësi dhe asaj gjëje. Sa e përjeton. Në fund fare, e pranon Islamin dhe ranë dakord që edhe deklaron këtë fe. Në fund fare, kryetari i këtij delegacioni, Kenan ibn Abdullah Lejl, i bën ca pyetje profetit alayhi salatu wassalam. Në një nga ato, dhe i thot, çfarë mendimi ke për zinan, për immoralitetin, pra marrëdhënien time jashtëpunore. Se ne jemi popull që udhtojmë. Domethënë, shkojmë larg vendit tonë, edhe si të thosh kemi nevojë me shku me gra. I thot profeti alayhi salatu wassalam është haram. Dhe i thot ajet e Kuranit, "Wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila." Dhe mos ju afroni. Jo mos e bëni, pas mos ju afroni, thot Allahu në Kur'an, zinas, immoralitetit, ajo është vërtet, është policir dhe më e keqja rrugë. Mirë thonë, që mendimi ke për fajtet? Pra, fajtet e tine, ja borç, merr më shumë. Profeti alayhi salatu wassalam i tha, ju takon vetëm ai sa keni dhënë borç. Se i tha, ne aty fitojmë shumë e kemi dobi të mëdha. Profeti alayhi salatu wassalam i thot, keni vetëm e juaja është vetëm borçi, pa asnjë përfitime, dhe i thot ajetin e Kuranit, "Evelladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin", o ju të cilët keni besu, keni dorë Allahut, pra përkushtoheni rrugën e Zotit dhe lërini çfarë tepëroi nga ribaja, pra merrni vetëm atë që keni dhënë, kapitalin, pa asnjë përfitim. Nëse jeni besimtar, pra kusht me qenë besimtar është heq dorë nga harami. Pastaj tha profeti alayhi salatu wassalam, çfarë mendimi ke? Ata thonë çfarë mendimi ke? Domthonë profeti alayhi salatu wassalam si dërguari i Zotit nuk i thonë me në përgjigje, nuk i thonë mendimet e veta, por i thonë vendimin e Allahut. Dhe çdo gjë e vërteton me Kur'an. Çfarë mendimi ke për venën, pra për pijen alkolike, sepse ajo është, domethënë, produkti i lodhjes tone, është i punës tonë. Profeti alayhi salatu wassalam i lexon edhe ajetin e Kuranit ku Allahu na lën kategorikisht prerësi alkoolin. Ajo si thonë çati ne që ka thonë që tapi për libër që lejohet një gotë se lejohet vetëm i qitë, domthonë e din ato Kur'an shejtani. Nëse në Kur'an është i qartë, pastaj e thonë i kërkuan profetit alayhi salatu wassalam që ti heqë detyrimin e namazit. Profeti alayhi salatu wassalam i thot, la khayra fi dinin bila salat, nuk ka hajër në fe pa namaz. Për çdo gjë mund bësh, i fe që s'ka namaz nuk ka hajër dhe nuk ka mirësi në fe. Pastaj i la i farë kohë profeti alayhi salatu wassalam që të këshillohen me njëri tjetrin. Akoma se keni qenë vendos përfundimisht, domethënë dorëzimin e vet ndaj Allahut. Pastaj pranon, o bildën me të gjitha që ka Islami.
Vetëm i boni kërkesë profetit alayhi salatu wassalam. Ne thot në Taif kemi një idhull që adhurohen deri në atë Ellat, quhet Ellat. Në lej që ta thym këtë rrezën këtë idhull mas 3 vitesh, tha profeti alayhi salatu wassalam, absolutisht jo. Mas 2 vitesh, mas 1 viti, jo, mas i muj, por pas sa të shkoni, thot profeti alayhi salatu wassalam, gjëja e parë që të bëni të thyeni atë idhull. Këto i thon profetit alayhi salatu wassalam, ne nuk e morëm për sipër gjë të tillë. Nëse e merrni ju për sipër gjë të tillë, atëherë bëjeni. Dhe siç thuhet, kishin frikë reagimin e popullit kur të ktheheshin, rinis ignorante, rinis illitare, grave, njerëzve me një letë që s'kishin pranuar Islamin, dhe i druheshin reagimit ashpër të këtyne. Domthonë mos i tonditeshin që për shkak të thyrjes së këtij idhulli, i druheshin shumë kësaj revolte. Atëherë, profeti alayhi salatu wassalam, pasi ata ja kërkuan pejgamberit alayhi salam që ta merrte përsipër me thy këtë idhull, me të nis delegacionin e Taifit, me gjithë oratat e profetit alayhi salatu wassalam, me gjithë lutjet e tij, me gjithë dashurinë dhe respektin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i çoi pas një grup sahabësh, domethënë kuptohet armatos, me krye Khalid ibn Walidin, shkoi edhe Abu Sufjani, në harb, zoti qoftë i kënaq për ti, edhe ai mos kuptohet, mos i pranoi Islamin. Dhe Uthman ibn Abil As, Uthman ibn Abil As ishte ky riu pra, që ishte i jetër për ditunin islame, për Kuranin, e vunit parin e të kifit, edhe pse ishte më i riu, e vunit parin e këtij delegacioni. Dhe po ashtu çoi bashkë me këto El-Mughira ibn Shu'ba, që kishte kohë që ishte pranuar Islamin, po ishte me njëti gjak, pra nga njëti fis. Me të sos në Taif, një shku ke sheshi, ke qendër ku kishin këtë idhullin, filla Khalid ibn Walidi, filla ta thyt copa, ta hudhin to, dalin grade, të ulërit, të vajtume të madhe, e të uqjerë, ndërkohë që Abu Sufjani thotë sa keq që vjen për atë, domthonë duke u tallë me këtë dhimbjen e idhujtarëve pra, banorëve të vendit që ulërinin dhe qanin dhe vajtonin me të madhe, që po i thyej idhulli që e adhuronin pa drejt bashkë me Allahun ose pos Allahut. Thot El-Mughira, zoti qoftë i kënaq prej tij, që hyni krejt më pas, hyni krejt Thakifi, pra ky vend banim, malor, i egër, hyni krejt Islam, dhe thot, dhe i dhanë besën profetit alayhi salatu wassalam. Dhe nuk kam pa, thot, fis arab, më të saktë në Islam se sa banorët e Taifit. Dhe nuk kam pa fis arab më të sinqert, më pa pas asnjë hila, asnjë dredhia, asnjë mashtrimi, mos i pranon Islam. Është arpishme ke shumë njerëz, ose ke shumë popull, kur hyn Islam në vështirësi, bëhen shumë vendos. Më në kanë vështirë të bindën, bëhen shumë vendos. Pastaj, njëri mas tjetrit e ndoqën, domethënë, shembullin e delegacionit të Thakifit, fisë arabe përfaqësues nga gjithë drejtimet e gatishmërit arabik pranonin Islamin. Masi e pan që nuk kishin mundësi, domethënë, kokëforcia dhe kundërshtia dhe në ballafaqimin me profetin alayhi salatu wassalam dhe me muslimanët. Kur fisi më i nderuar i krejt gatishmërit, për cilin e respektonin të gjithë gatishmët, pra Koreshët, banorët e Mekës, vendin shenjtë, të sigurt si pasardhës të Ismailit, birit Ibrahimit alayhi salam, shërbëtorët e vendit shenjtë të Ka'bës. Kur këto
që ishin ma fisnikët, ma kryeneshëm, dhe ma të nërumit këtë gjithë Arabët, pranuan Islamin, dhe i dhënë besë profetit alayhi salatu wassalam, atëherë u bindën krejt Arabët që nuk ka më vend për kundërshtim. Nuk ka më vend për kundërshtim dhe shkon të turma, pranojnë Islamin dhe të kthehen në fiset e veta, në krahinët e veta, duke u mësuar parafisit vetë për banorëve dhe në banimet e veta, fenë e thonë dhe Zot. Dhe pikërisht për këtë ngjarje ka zbrit surja El-Fath, kur thotë Allahu për mandit vetë Kur'an, Allahu bila bismillah, idha jaa nasrullahi wal fath. Dhe kujto kur erdhi fitoria e Allahut dhe shkërimi, pra shkërimi i Mekës. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dhe i pej njerëzit të hynë fenë Allahut turma, pra me shumicë. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, dhe te i lartoje për lavdit Zotit tënd, pra për Allahun, dhe kërkoj falje atij për gjithë ato që kanë kaluar. Innahu kana tawwaba, vërtet Allahu ka qenë dhe kështu do të jetë pendim pranues. Atëherë analiza dhe mësimet nga këto ngjarje, pra nga kjo fitore shumë pritur. Po të kujtojmë si e pritën profetin alayhi salatu wassalam Taif. E pritën më shtazarake dhe më përbuzëse krijesën më të lartë të Zotit, profetin e mëshirës, që su ka treguar se për mëshirë. Dhe po ashtu e përzuan, me poshtrim, me goditje me gura dhe duke utar. Kur profeti alayhi salatu wassalam ta kujtojmë, po kthehej për në Mekë, shoqëruesi vet Zeid ibn Haritha, Zoti qoftë i kënaqur për ti, i thotë: "O i dërguar i Allahut, ku po shkon po?" Pra po shkon në Mekë. Po shkon një popull që të përzuan për Mekë. I thotë profeti alayhi salatu wassalam: "O Zeid," i thotë, "Allahu për momentin vet në lidhje me ato që po shikon, do t'japi rrugdalje dhe rrugësjellje. Allahu pa fjalë të dyshimit," i thotë, "është nga njësi i fesë vet dhe triumfuesi i profetit vet." Dhe kjo periudhë ku njerëzit hynë, siç e përshkruan Kurani, në fenë Allahut turma, pra me shumicë, është vërtetim i premtimit e parapunës, vërtetim i premtimit Allahut, premtimit që i dha profetit alayhi salatu wassalam dhe krejt besimtarëve, pra me fakte. Po të meditosh gjithë jetën e profetit alayhi salatu wassalam, dhe atyre që muslimanët parë që e besuan dhe ndoqën dhe sakrifikuan, dhe të shohim një udhtim zbath mes të çakullit nxehtëshëm të tjerës për të arritur këtë qëllimi në për të raport fe Allah. Gjithë vujtje dhe gjithë tortura, gjithë kurthe dhe shfryrje mbledhësh dhe urrëtish të kopa, të padrejta kundër Islamit, profetit Islamit dhe ndjekësve të tij. Pa fjalë dyshimit që profeti alayhi salatu wassalam, siç thuhet, ka qenë një Kur'an që este sipër tokës. Pra, mishërues i Kuranit, zbatues i përsosur i Kuranit. Në Kuran, ndër tjera, kur përshkruan besimtarët e vërtet dhe pa fije në dyshimit që profeti alayhi salatu wassalam është kulmi, është më i larti, kur thotë i Mollë Zot, "Walladhina sabaru ibtigha wajhi rabbihim", dhe ato të cilët dëruan në kërkim të kënaqësisë Zotit tyre. Pra, çdo sakrificë bëhet për hir të Zotit, me fitu kënaqësinë e Allahut, me dash Allahut, qofshim gjithë për atyre që Allahu i don dhe është i kënaqur për ty. Pra dhe ato të cilët duruan në kërkim kjo qëllim, në kërkim të kënaqësisë Zotit vet. Wa aqamu salat, dhe kryen namazin. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dhe sirran wa alaniyatan, dhe shpenzuan, pra dhënë, sadaka, zekat, nga ajo që ne kemi furnizuar, edhe fshetas, edhe dukshëm. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'a,
dhe e shmangin, e smbrapsin të keqen më të mirë. Në gjithë cilësi, kulmin e vetë ku i kemi ke profeti alayhi salatu wassalam. Ulaike lahum uqbad dar. Atyne i takon banesa e pasme, pra xheneti, banesa e fundit. Nuk i këtë jetë Kur'an, edhe ke shumë tjera. Ajo që spikat më tepër me ngjarjen, me rezultatin, me vjeljen e frutave, gjithë vujtjeve që u kalun në turim, shohim që profeti alayhi salatu wassalam në këtë finalizim, shohim që nga fillimi në fund është punu me shmang, me smbraps keqen, me mirësi. Ishim pikërisht përfaqësuesit e një popullate që kur ishte i parë me ato profeti alayhi salatu wassalam, i shoqëruar vetëm nga një person, nga Zeid ibn Haritha. E pritën shumë keq, u sollën shumë keq. Ishim pikërisht to që i nxorën sy ziza, dhe i nxorën flak gojët e veta, nga mlefi që kishin për kundër Islamit dhe muslimanëve, masi u shtru Mekka nga muslimanët dhe u përgatitën për luftë. Dështuan betejën e Hunenit, u tarhoqën në kështjellat e veta, fortesat e veta, shkuan sahabët i rrethun disa ditë, pastaj profeti alayhi salatu wassalam masi i thotë kthehemi në Medinë, dikush nga sahabët i tha: "O i dërguari i Allahut, luta Allahun kundër Taifit, pra, ti mallkoj, ti dënoj, ti ndëshkoj Allahu banor të Taifit." Profeti alayhi salatu wassalam rreti durët, ju lut Zotin dhe tha: "Allahumma ihdi Thaqifan", pra Thaqifi ofici, emri fisi, o Zot udhëzoje Thaqifin, nuk i boni lanet, nuk i mallkoj. O Zot, mi sill ato musliman. Dhe vërtet Allahu ja pranoi lutjen, i solli vetë në Medinë, erdhën vetë, shkuan vetë në Medinë dhe pranuan Islamin. Profeti alayhi salatu wassalam në këtë qëndrim spikat vërtet dhe pa fjalë dyshimi me cilësitë e një profeti, njeriu të lartë, që është shembulli i Kosovës. Kur erdhën delegacionit e ekipit në Medinë, shikojmë tash në sjellje, në edukatën, përjetim emocional, i pa e mori vesh Abu Bekri, e mori vesh Mughira ibn Shu'ba, që po vjen delegacionit të ekipit, i kujtu lutja profetit alayhi salatu wassalam dhe bon garë të dy kush e kush shkoi më përpara ke profeti alayhi salatu wassalam, që ta gëzoj me këtë lajm që kanë ardhur përfaqësues nga Taifi. Dhe vërtet profeti alayhi salatu wassalam u gëzu. I fshill gjitha, i harroi gjithë ato armiqësitë, urrëtitjen, përbuzjen, poshtërimin që i bon këta njerëz. I priti me kulmin e nderimit dhe të përzemërsisë, dhe dashurisë, dhe respektit dhe të shërbimit. I kujtojmë gjitha këto, me pa edhe i herë për natyrën profetike, moralin e lartë, virtyshmërinë profetike, përballë sjelljes një njeriu të zakonshëm, i cili gjë e parë që do t'i binte në mend, do t'i binte dëshkimi dhe hakmarrja, me gjithë ato që bën këto njerëz. Dihet se shtohet nga njerëzit e mençur, gjërat njihen me të kundërtën e vet. Po mos jetë natë nuk duken yjet. Po mos jetë njeriu hakmarrës, nuk duket niveli lart i dashamirësisë dhe faljes dhe mëshirës, profetit mëshirës, që është modeli jonë. Kjo është pra virtyti i profecisë, që nuk është gjë tjetër vetëse sjellje që është në shërbim të një qëllimi të lartë, udhëzimit njerëzve, futjes njerëzve në mëshirën e Allahut, masi të udhëzohen, që në fund fare tjetë Allahu i kënaq
me ftuesin, pra në këtë rast profeti alayhi salatu wassalam dhe ato që e ndoqën. Ky pra është Islami, feja jonë e përsosur dhe e bukur. Feja që nuk njeh urrëtie dhe mllëf, përbuzje për tjetrin. Dhe nuk ton të keqen, nuk e ton të keqen tjetrin. Sado tjetri të ketë urrëtie dhe armiqësi ndaj fesë Allahut. Ky është Islami, vërtet na ka urdhëruar për xhihad, për luftë, për përpjekje, po përpjekje që nuk shoqërohet me mllëf dhe dëshirë për ta poshtruar dhe për të shfryrë kundër tjetrit. Domthon përpjekje, luftë që tjetri të udhëzohet. Kjo është Islami, feja jonë, na ka urdhëruar që të jemi të fortë, po forcë që nuk është shërbim të egoizmit, unit dhe të menjëmallësisë. Forcë për të mbrojtur drejtën dhe të vërtetën. Ky është Islami, feja jonë, që na fton për mëshirë. Por mëshirë që nuk do të thotë të jemi të dobët kur vjen puna për të zbatuar ligjin dhe për të mohë Zot dhe për të mbrojtur parimet e fesë përsosur. Kjo është Islami, feja jonë që na mëson me dashuri dhe me dashamirësi. E të gjitha në rrugt të Allahut, ke qëllimi më i lartë për të fituar kënaqësinë e Tij. Tek e fundit, futja, hyrja e njerëzve turma në Islam është së ndërtim realizim i premtimit të Allahut, që i Allah profetit alayhi salatu wassalam dhe atyre që ndoqën atë. Dhe sot e kësaj dite, kjo fe do triumfojë ditët pa fije në dyshimit. Allahu, siç thon Kurani shumë vende, ghalibun ala amri, është nga dhënjës për çështjen e vet. Problemi jonë është ky. A jemi ne ka ato që i shërben për mbushjes premtimit të Allahut, për ardhjes fitore, sa punojmë me profetin e Zotit, sa punojmë me njerëzit, sa na han në radhë dhe na provokon zemra përhapja e fesë, shpëtimi i njerëzve në këtë botë, sidomos në botën tjetër. Ky është problemi. Ama fitoria e Allahut të vi. Nuk ka në Kur'an faraoni Ekber, Nemrudi Ekber, ose fillon ushtri Ekber. Në Kur'an ka Allahu Ekber. Në Islam asnjë nuk krahasohet me Allahun. Mbartë se çam mbarti me vete, çë qëllimi është mbarti. Nëse janë qëllimet tona të narta, jemi të nartë ke Allahu. Nëse qëllimet tona janë të ulta, ashtu do përfundojmë Zotin e rreth. Kjo që tham ishte mesazhi shpirtëror që ka të bëjë drejt për drejt me imanin, me besimin dhe me bindjen. Me bindjen pa fijen e dyshimit ke premtimi i Allahut. Me bindjen që kush mbishet me virtytshmërinë profetike është i fituar, është gjithmonë i fituar. Sado në pamje të parë dhe në fillim të ngjarjeve duket i humbur. I fituar është ai që është me Allahun dhe zbaton urdhët e Tij. Allahu i don mirë njerëzimit dhe ne duhet t'ia duam mirë njerëzimit. Kalojmë këto çështje. Çështje që kanë të bëjnë me shariatin, me rregullat në Islam. A lejohet futet një udhëtar në xhami? Vetë fakti ose veprimi i profetit alayhi salatu wasalam, që i pranoi gjithë delegacionet e Taifit, e tjera që janë mbrapa, tregon qartë që lejohet futet në xhami, po me kushtet, me rregullat që do të sqarojmë. Dhe kur themi udhëtar, edhe në kitabi për jehudët dhe krishterët, aq më tepër që lejohen, sepse janë më pranë nesh në fe. Atëherë, çka kushtesh e para punës? Kur vjen një delegacion ose një që kërkon vendbanim ose besë ke musliman, pra ke toka e muslimanëve. E para, kjo marrëveshje nuk do t'i parapri ndalimi i futjes në xhami. Nëse kur ka dy ke toka muslimanëve, ju ka vënë sikur që ke drejt tokta, po jo me hyrje në xhami, atëherë ruhet ky rregull. Tjetër, ai që jep besën, ose merr përsipër shoqërimin e një idhujtari
ose një që s'është musliman, jo muslimane, ku do në xhami, do të jetë njëri i aftë, i rregullt, i aftë për të marrë përsipër gjë të tillë. Pra mendërisht, fetarisht dhe forcërisht. I vetëdijshëm se çfarë po bën. Tjetër, qëllimi kryesor është që të njohë Kur'an, njohë fen, shohë praktikën islame, ose në një gjë teknike, siç ka në kodë punën, nëse për punë rindërtimi ose restaurimit të ndërtesës, ose të ngjashme me këto. Në mënyrë absolute, nëse dyshohet që personi vjen me udhëtar në fen, me provokuar njerëzit, ose diçka tjetër, ose për qëllime politike, ose spionazhi, absolut, edhe deri ke qëllimet e provokimit, siç ndodh sot, ndodh shpesh, por ndodh për ditë, që xhamia antike lejohet me hyrë në orare caktuara, ose ndoshta pa asnjë lloj kufizimi, femra që janë provokuese në veshjen e vet ose gjona të ngjashme me këto. Në rast tillë nuk lejohet absolutisht. Kalojmë një çështje tjetër, sjellja e mirë me delegacionet që nuk janë musliman dhe ato që kërkojnë strahim ke musliman. Allahu përmendit vetëm në Kur'an, wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Dhe nëse dikush prej udhëtarëve të kërkon strahim, strahoje atë derisa të dëgjojë fjalën e Allahut, pastaj tregoi vendin e strahimit. Pra ka lejuar me ajet Kur'an. I mori Zot Kur'an. Tjetër çështje. Kush e meriton më shumë të qenurit përjes dhe udhëheqës. Shohim profetin alayhi salatu wassalam që pari në delegacionin e Thaqifit la pikërisht më të rinjun që ato ky delegacion e lënë shërbëtorë që të kujdesej për kafshët e transportit, kafshët e barkës. Gjatë kohës që kishin takim me profetin alayhi salatu wassalam. Ky ishte më i ëdhur për titullin dhe mësoi më shumë ka gjithë. Dhe ishte më i bindur në qytetin e parë që arritin në Medinë. Dhe ishte më i lidhur me Kur'anin dhe me pejgamberin e sallallahu alaihi wasallam. Profeti fund fare, parin e këtij delegacioni i la pikërisht Uthman ibn Asin, Zoti qoftë i kënaq për ti. Pra, përgjegjësia në Islam është përgjegjësia e madhe dhe si e tillë nuk mund të jetë pa dituni, pa merit. Dituni plus vërtetë që nuk do të diskutohet. Nuk ka se lloj ligji, as lloj feje, nuk diskutohet çështja e vërtetit, dëshmërisë, besnikërisë. Plus këtyne, në vend tonë kemi edhe një kusht tjetër plus që është titunia fetare. Tjetër, detyrimi për të zhduk dhe për të eliminuar dhe për të shem dhe për të çbërë çdo lloj idhulli. Adhurohet apo nuk adhurohet? Adhurohet apo nuk adhurohet? Profeti alayhi salatu wasalam kur u shiroi Mekka, e dinte që dhe dishin gjithë që jo vetëm rrethë për qark Qabës, ka idhull, ato i shkatërronin udhën tonë, ran tonë. Kishte edhe idhull brenda Qabës. Ato që adhuroheshin ishin ato që ishin për jashtë, jo ato që ishin brenda. Dhe urdhë që të pastohet Qabi edhe me ato që ishin brenda. Pra, këtu s'ka asnjë lloj diskutimi ke kjo çështje. Idhulli, adhurohet, sa adhurohet, duhet eliminohet krejt me shariatin islam. Ngjarja historinë të bukur me delegacionet e tjera ka plot. Shkurtimisht delegacionet e tjera që u dyndën nga gjithë anët e gatishmit arabik ishin në dy llojesh. I pjesë ishin idhujtarë, tjerët ishin ehlul kitabi, posituesit të librit, që ishin jehudët dhe të krishterët. Ama përsa i përket idhujtarëve arab, këto pothuajse të gjithë në mënyrë masive pranonin Islamin. U bindën i dhanë vesh profetit alayhi salatu wassalam. Ama përsa i përket jehudëve, delegacioneve që erdhën nga jehudët dhe të krishterët, kryesisht më tepër të krishterët,
pothuajse shumica këtyre majtën fenë vetë. Përkundrejt një kontrate, akt marrëveshje që e miratoi profeti alayhis salatu wassalam me këto që të kishin drejt në Efesvet, nuk do mbrohen, domethënë këto objektet e kultit do janë të lirë me zbatu përkundrejt një pagese që quhet xhizje, monedha argjendi, për çdo frymë që ka rrit moshën e pjekurisë, me drejtat e veta, dhe do të shkohen si musliman për çdo shkelje penale që edhe ato në fenë vetë kanë haram, siç është për shembull kamata. E kanë edhe jehudët, krishterët kanë haram. Siç dënohet një musliman, dënohet ata kur jetojnë bashkë me musliman, edhe ngjashme me këto. Delegacioni ja vlen me përmend së fundmi delegacionin e Nëqëranit, për cilin kanë zbrit ajete e Kuranit, disa ajete e Kuranit, shumë ajete e Kuranit. Këto erdhën 60 veta, me të kryesuar nga priftërinj, pra ishin krishterë arab. Debatuan me ditë me profetin alayhis salatu wassalam, për çështjen e Isës, për çështjen e Trinitetit, ndërkohë profeti alayhis salatu wassalam i ftonte për adhurimin e Zotit një pa ngjashëm dhe pa i bërë shok atij të njohur dhe për njësinë. Nuk u bindën, tek e funit, ajetet e funit që zbritën për këtë debat shumë ditësh, ishin fjalët e Allahut në Kur'an, i cili thotë: Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Shembulli i Isës tek Allahu është si shembulli Ademit, të cilin e krijoi për dheu, pra ka krijoi pa nën dhe pa bab. Ku që ka mundur më kriju njeriu pa nën dhe pa bab? Atëherë është më e lehtë për ta besuar që Allahu kur të krijon një njeri pa bab dhe me nën. Besohet ajo që më vështirë për të besuar, dhe besojnë atë që më e lehtë për të besuar. Lindja e Krishtit e Isës alayhis salam. Por Zoti thotë, vërtet shembulli i Isës për Krishtin tek Allahu është si puna, si atë njeri për njeri, cilin e krijoi nga dheu. E besonin gjithë pa besën gjithë. Kjo që më lehtë për të besuar, thumma qala lahu kun fayakun. Pastaj i tha, bëhu, ji dhe u bë është. Allahu për gjë që thotë bëhu. Kjo është Allah. El-haqqu min rabbika fala takun min al-mumtarin. E drejta, e vërteta është prej Zotit tënd, kurse mos u bëj prej dyshuesve, të luhaturve, të lëkundurve. Faman ja'aka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilm, dhe kush të vjen ty, pra të debaton, të kundërshton, masi ty të ka ardhur titullnia, pra argumentuar. فقل تعالوا ندعو أبناءكم وأبناءنا ونساءكم ونساءنا وأنفسكم وأنفسنا thuaj, atëherë të mlidhemi, thirrim fëmijët tonë, ne fëmijët tonë, ju fëmijët e juaj, ne gratë tonë, ju gratë tuaja, ju vetë dhe ne vetë, dhe thumma nabtahil fanaj'al la'nata Allahi 'ala al-kadhibin, pastaj ta lutim Allahun me përgjërim me gjithë shpirt, që këto dy palët, masi nuk u morën vesh me debat, me argumentim, Allahu ta zbresi lanetin e vet, mallkimin e vet, ka ata që janë gënjeshtar. Juve nuk bindeni që ne kemi drejt, dhe ne nuk bindemi kurse që ju keni drejt. Atëherë, me që nuk bindemi me argumenta, ajet Kurani, urdhër profetit alayhis salam. Çfarë boni profeti alayhis salam? Mori dy nipat e vet, Imam Hasanin e Husajnin, Zoti qoftë i kënaqur për tyre, dhe nona Hazreti Fatima radhiyallahu anha po vinte nga pas. Në jetën aty, urnotha profeti alayhis salam, nëse keni drejt ju, atëherë po lutim Zotin me gjithë shpirt që zbresim mallkimin e Allahut. Ka ato që janë rënacak, se një nga në dy palët është rënacak. Nuk janë të dy. Dhe një është me të vërtetë, nuk janë të dy. E prisi këtij delegacioni për 60 vetësh, që ishte prej Sharhabiri, i tha, shifkoj hipokrizia. Nuk pranon argumentet. Erdhi ke fund, ke pika fundit, ke mallkimi, quhet mubahala, quhet me shariat. Pra lutje me përgjërim me kulmin e përgjërimin ndaj Zotit. E përshpërshmërisë që zbresi laneti Allahu mallkimi i Zotit ka i qartë. I tha
pjesës tjetër të delegacionit i parë, Shabir, i tha që mos pranoni ta bëni gjë tillë sepse do keni pasojë. Shikoni, ishte i bind që gënjeshtra vet. Ishte i bind që as ishte prift. Ishte i ditur, ishte i njohur si i fesë. Argumentet janë të qarta. Mjafto shembulli që përmendëm pak më parë. Ademi alayhis salam pa në baba, thot Allahu po. Po e besojnë po. Pse se beson këtë? Siç është puna me ringjalljen. Gjithë njerëzit e besojnë që s'kan gjallë dhe janë. Krijosh një gjë për pasi shembull të parë, është më vështirë. Këtë më vështirë në besojnë njerëzit. Që të gjithë gjallët e të krijuar, i ka krijuar Zoti. Kurse atë që rikrijohen pra për thonë llogarinë nuk mund ta besojnë, jo se s'ka argument. Argumenti janë vetë që flasim që si ishim dhe jemi. Si që ka vështirë me e rikriju Allahu. Allahu ka bote që Allah e vështirë, pra krijimi nga hiçi. Rikrijimi është më i lehtë, diha. Një shpikës, kur prodhon një makineri, ose i pajisje, e ka të vështirë fillim. Allahu jep shembull ke njerëzit. E ka vështirë fillim, ama ta riprovoj është shumë e lehtë. Njerëzit besojnë atë që më vështirë për të besuar dhe nuk besojnë atë që më lehtë. Pse? Sepse njeriu nuk do të bindet, nuk do të japë llogari. Kjo është problemi. Pra ne nuk të besojmë ditën e Kiametit, ringjalljen dhe pastaj ditën e gjykimit. Pra ky gjithë delegacioni nuk pranon ta bëjnë këtë mokin, pra që ti bi atij që gënjen. E ndjenin fallësinë të rrjedhjes vet që janë gënjeshtar, nuk e pranojnë vërtet. Atëherë e lën ndor profeti alayhis salam gjykoi për këtë takim dhe për të ardhmen e tyre, marrëdhëniet në të ardhmen, dhe edhe këto u bindën përkundrejt dhënies së xhizjes dhe me drejtën e rujtjes së fesë vet, dhe ato që tham do të ndohen sipas shariatit për ato shkelje që edhe ato në fenë vet dhe i kanë haram për i kanë ndaluar. Elusim Allahu na mësoj atë që nuk e dim dhe na shtojë të donin, na ja dobi nga ditunia që në ndron, na ruaj nga ditunia që nuk ka dobi. Na ruaj nga ajo zemra që zbindet për malliti, nga nefsi i uni që zgobet, nga veprat për të cilat ai nuk kënaqet. Na ruaj gjithashtu nga lutjet që nuk kanë përgjigje. Allahu na bashkoft me njerëz të mirë dhe pejgamberin alayhis salam në këtë botë dhe në botën tjetër. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.